Ai që konsulton një person të mençur arrin objektivin e tij. Në këtë thënie, që nxit mendimin, Imam Aliu theksor rëndësinë e kërkimit të këshillës nga ata që posedojnë urtësi dhe inteligjencë. Për të kuptuar rëndësinë e kërkimit të këshillës nga një person inteligjent, do t'i drejtohemi Kuranit për udhëzim. Në surën Ali Imran, ajeti 159, Allahu thotë: "Dhe konsultohuni me ta për këtë çështje, e kur të vendosësh, atëherë mbështetu tek Allahu. Vërtet, Allahu i do ata që mbështeten tek ai." Ky ajet thekson rëndësinë e kërkimit të konsultimit përpara se të merrni vendime të rëndësishme. Duke kërkuar këshilla nga ata që kanë inteligjencë dhe urtësi, ne mund të bëjmë zgjedhje të informuara dhe të rrisim shanset tona për sukses. Për më tepër, në sura Shura, ajeti 38, Allahu thotë: "Dhe ata që i përgjigjen thirrjes së Zotit të tyre dhe të cilët kryejnë namazin dhe këshillohen reciprokisht në punët e tyre dhe të cilët shpenzojnë nga ajo që u kemi dhënë ne." Ky ajet thekson rëndësinë e konsultimit në çështjet e vendimarrjes kolektive. Ai inkurajon muslimanët të mblidhen së bashku, të diskutojnë dhe të kërkojnë këshilla nga njëri tjetri në mënyrë që të bëjnë zgjedhje të mirë informuara. Tani, le të mendojmë mbi implikimet e kësaj thënie. Kur kërkojmë këshill nga një person inteligjent, përfitojmë nga njohuritë, përvoja dhe njohuritë e tij. Duke u konsultuar me dikë që zotëron urtësi, ne mund të fitojmë një këndvështrim të ndryshëm për situatën tonë dhe të marrim vendime më të mira. Ky konsultim mund të jetë në aspekte të ndryshme të jetës, siç janë çështjet personale, vendimet e biznesit apo edhe çështjet fetare. Për shembull, imagjinoni një person që po përballet me një vendim të vështirë financiar. Ata konsultohen me një këshilltar financiar, i cili ka vite përvojë dhe ekspertizë në këtë fushë. Duke kërkuar këshilla nga ky person inteligjent, ata mund të fitojnë njohuri të vlefshme dhe të marrin një vendim të mirë informuar që përputhet me qëllimet e tyre financiare. Në mënyrë të ngjashme, në çështjet e fesë, kërkimi i këshillave nga dietarët ose individët e ditur që kanë kuptim të thellë të Kuranit dhe Sunetit mund të na ndihmojnë të lundrojmë në çështje komplekse dhe të marrim vendime që janë në përputhje me mësimet islame. Ky konsultim mund të çojë në një kuptim më të thellë të besimit tonë dhe të na udhëheqë drejt shtegut të drejtësisë. Pasojat e kërkimit të këshillës nga një person inteligjent janë të shumëfishta. Ato jo vetëm na ndihmojnë të marrim vendime më të mira, por gjithashtu nxisin një ndjenjë për ulësie dhe hapje ndaj këndvështrimeve të ndryshme. Duke pranuar se nuk i posedojmë të gjitha përgjigjet, ne e hapim veten për të mësuar nga të tjerët dhe për të zgjeruar njohuritë tona. Kjo përulësi është një karakteristikë kryesore e një besimtari të vërtetë, siç thot Allahu në Kur'an në surën Saba, ajeti 6. Ata të cilëve u është dhënë dituria e shohin se ajo që të shpallet ty nga Zoti yt është e vërtetë, edhe ajo udhëzon në rrugën e të plot fuqishmit, të lavdëruarit. Si përfundim, thënia e Imam Aliut thekson rëndësinë e kërkimit të këshillës nga individët e mençur. Duke u konsultuar me ata që zotërojnë urtësi dhe njohuri, ne mund të marrim vendime më të mira dhe të rrisim shanset tona për sukses. Ky akt i kërkimit të konsultimit jo vetëm që inkurajohet në Kur'an, por ai gjithashtu pasqyron për ulësinë dhe hapjen ndaj të mësuarit që është e natyrshme në një besimtar të vërtetë. Allahu na dhënë urtësinë për të kërkuar këshilla nga individët inteligjent dhe na bekoft me sukses në të gjitha përpjekjet tona.